Unë jam bia e Kosovës, se ma ka vrasë Serbia, babën, por Gjermania ka bombarduar. Shkova te kryeministri Asmenjo, as kur hiç. Ai në ka nimu në atë kohë, ka nimu Ibrahim Rugova, ka nimu Hashim Thaçi, ka nimu krejtë. Ne nuk dina mi majtë miqtan, ne jemi mos menjos, ne jemi autodestruktiv. Prej pas luftës. Para luftës, në atë kohë, ka qenë një farë solidariteti dhe një farë aktiviteti shumë i madh, diplomatik. Tash në ato shka dojnë, tash mujnë me thonë, se tash po të në pejo keni punu vetë, ka kurse ka shti, po ka kurse ka shti Jusuf Gravalla me punua, po ka vra Jusuf Gravalla, ka kurse ka shti në Verhadi me punua, por është vra në Verhadi, ka kurse ka shti mu me punua. Por pse keni ardhe unë atëherë, pse ka ardhe Ibrahim Rugova, pse ka ardhe Hashim Thaçi, pse ka ardhe Albini, se tash po dojnë, po që ka në thonë na, vetë keni bo, vullnetari, ne anë vullnetar, unë s'po lypi prapë kur gjo, po pëllë mujë ndihmu në dishka Kosovës. Kur s'po lypi, mujë më bëni këshilltar, kurse gjemët e bashk punëtorëve të huj, janë qeveri, janë kodë. Pra, ne kemi humbë, politika e jashtme e Kosovës është destruktive. Imagjino ti shkon, Donika Gravalla në OKB, edhe thot se Gjermania e ka bombarduar me 6 prill 1941 Beogradin. Po shka po tani ty marë për Gjermanien, shka po tani t'ja po dush me arsitu Beogradin me akuzu Gjermanina, po kjo është normale. Kjo vetë ka thonë qështu. Qëfa diplomaci është? Ajo nuk o diplomaci, ajo shkatrimi vetë vetës. E thotë, unë jam bia e Kosovës, se ma ka vrasë Serbia, babën, por Gjermania ka bombarduar. Po shka ka kryjnë Gjermania, 4 të nisha deri sot, i s'ki punë me folmë, qëfa diplomacia ka tërgu me këtë fjali?